Mesnatën e djeshme është gjetur trupi i Pajeti, drejtuesit mjetit i cili u aksidentua. Këto janë pamjet nga vendi i ngjarjes, një aksident vërtet i rënd. Kemi kolegun tonë Yriet Saliasi. Përshëndetje Yriet, është gjetur trupi i Pajeti, 22 vjeçarit, shkak besoj shpejtësia tej normave të lejuara. Atëre përshëndetje, një aksident tragjik ka ndodhur mes natën e brendshme në aksin në autostradën Rogozhin në Lushnjë, në vendin e quajtur Konjat, pranë fshatit Konjat, ku 22 vjeçari Fabion Ibraliu, i cili udhëtonte me automjetin e tij tip Ford, është përplasur me barierën anësore të autostradës, e cila është prej hekuri. Goditja ka qenë e fortë, pasi duket edhe nga planet që e ka marrë barierën mbrojtëse përpara, është përplasur në anësore dhe ka përfunduar në oborrin e një shtëpie këtu në anë të autostradës, e cila aktualisht nuk banohet pasi pronarët e saj janë jashtë shtetit. Goditja ka qenë fatale, edhe për një fakt që neve e kemi parë në vendngjarje, pasi motori është i shkëputur nga automjeti në momentin që neve e kemi bërë filmimet tona, dhe 22 vjeçari për shkak të goditjes së rënd ka dalë nga mjeti dhe është përplasur rreth 20 metra më largu vendit ku ka ndaluar automjeti. Në vendngjarje kanë qenë uniformat blu të qarkullimit dhe neve kemi qenë në vendngjarje në orët e para të mëngjesit pasi kemi marrë njoftimin, por është dyshuar që i ndjeri 22 vjeçari Ibraliu është larguar ndoshta për shkak të frikës së thënë dhe nuk është gjendur në vendngjarje. Pasi kemi konfirmuar aksidentin tragjik dhe kemi bërë dhe ata çka kemi filmuar, ne jemi larguar si dhe të gjithë kolegët e tjerë dhe disa orë më vonë jemi njoftuar që trupi i të ndjerit i Fabion Ibraliu është gjetur 20 deri 30 metra më larg matan banesës që duket mas shpinës time, i mbuluar në disa ferra dhe shkure, është gjetur nga një i mitur dhe ai ka njoftuar me njerë prindit të cilët kanë njoftuar uniformat blu. Pra trupi 22 vjeçarit duket që shkaku kryesor ka qenë shpejtësia e madhe dhe dëmtimi i rënd që ka psuar automjeti me cilin ai udhëtonte. Pra sa ka qenë shpejtësia? Mbi 180? Nga burime dhe nga informacioni që kemi marrë në vend të ngjarje, është konfirmuar që shpejtësia ka qenë tejet e madhe, pasi unë e thash edhe pak më lart. Fakti që motori ka qenë i shkëputur nga mjeti dhe bariera prej hekuri rreth 30 metra është dëmtuar plotësisht, madje gjysma e barierës prej hekuri mbas shpinës time mund të duket ka përfunduar së bashku me mjetin pranë oborrit të shtëpisë ku është përplasur, do të thotë që shpejtësia ka qenë tejet e lartë. Ky ka qenë dhe një ndër, ky mendohet që është edhe shkaku kryesor. Trupi i të ndjerit është çuar në morgun e spitalit të Lushnjës dhe do të nështrohet një ekspertizë mjeko-ligjore për të nxjerrë shkakun e vërtet të vdekjes së tij. Kanë qenë banorët e zonës, por pak minuta më vonë pas gjetjes së trupit, kanë qenë prindit të cilët kanë ardhur në vend ngjarje dhe kanë identifikuar fatkeqësisht djalin e tyre të Pajet. Në fakt është një zonë ku edhe herë të tjera ka pasur aksidente. Dua të theksoj edhe një fakt tjetër, që po pikërisht këtë doja të theksoja, jemi në një zonë që është, siç përmendëm, në aksin rrugor, në autostradën Rogozhin në Lushnjë, është burim aksidentesh. Po të hedhim një vështrim disa muaj më vonë, këtu kanë qenë dhe 3 deri 4 aksidente të tjera, fatmirësisht pa fatalitete, por për shkak të shpejtësisë me cilën lëvizin në mjetet në këtë aks rrugor, ka qenë shkaku kryesor i burimit të këtyre aksidenteve. Madje që para
3 vjetësh, në këtë aks ka humur jetën një drejtues automjetit tjetër, por kemi patur dhe shumë dëmtime. Pra mund të themi me plot gojë që është një nyje e zezë në aksin në Rogozhin-Lushnje, por ka patur edhe shumë fatalitete edhe me drejtuesit e bicikletave, të cilat zakonisht natën janë marrë përpara, janë goditur sidomos nga automjetet të rënda dhe ka patur shumë fatalitete në këtë aks rrugor. Pra është një nyje e zezë. Faleminderit Hyliet Saliasi për të gjitha këto informacione, ne do të qëndrojmë dhe pak me këto pamje të rënda. Në fakt, ku kilometrazhi i automjetit ka ngelur në 160 km në orë, ka marrë jetën 22 vjeçarit, një ngjarje vërtet e rëndë për familjen dhe padyshim fatalitet mjaft i rëndë. Aksidenti si shikohet, përplasje, makina pothuajse gjitha e shkatruar, kjo nga shpejtësia tej normave të lejuara. Kemi edhe shkëputjet motorit të automjetit, çka do të thotë se përplasja ka qenë shumë e fortë për shkak të shpejtësisë. Është në fakt një njollë e zezë, pra sepse nuk është e parë që në të njëjtin vend ndodhin aksidente të tilla, kemi parë edhe muaj, edhe vite më përpara se si automjetet përfundojnë brenda oborrëve të shtëpive, kjo për shkak se ka një nyje si tip kthese ky aks në këtë vend që sjell pikërisht këto aksidente, të cilat fatkeqësisht sot i kanë marrë jetën një të riu 22 vjeçar.